Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Nesër fillon edicioni 11 i stripit dhe karikaturës. Ecmë ndryshe, trotuarët nuk janë për parkingje. Gërmimet për persona të zhdukur nisin javën e ardhshme. Themi zhvillimeve të ditës së sotme, trotuari nuk është vend parkim, është kjo performanca radhës e OJQ Ecmë ndryshe, e cila ka vijuar me një tjetër aktivitet sensibilizues ku këtë radhë ca kishin bllokimin e trotuareve nga makinat. Ecmë ndryshe të premten ka realizuar performancën publike sa metër katror një vend parking, përmes të cilit aktivitet është përcjell porosia për promovimin e lëvizjes së lirë në trotuarët e qytetit të Prizrenit. Ulëmtimet e viteve të kaluara në kuadër të projektit Qyteti Gjithëpërfshirës rregullisht e kanë nxjerrë si shqetësim kryesor të qytetarëve bllokimin e trotuareve me automjete. Bazuar në këto të gjetura, performanca sa metër katror një vend parking ka inskenuar në sipërfaqen e një vend parkingu 2.5 metër me 5 metër një dhomë dite. Gjatë ditës në këtë dhomë dite të vendosur në trotuar, qytetarët kanë dalur për të pirë kafe, bashkë me aktivistët nga shoqëria civile, të cilët janë solidarizuar me thirrjen që trotuari të jetë në shërbim të këmbësorëve. Përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Ecmë ndryshe Fisnik Minci tha se performanca ka shërbyer për fuqizimin e thirrjes për më shumë vëmendje në rast të bllokimit të hapësirave publike, duke dëshmuar se ajo është qendrore dhe se sipërfaqja 12.5 metër katror e një vend parkingu është e barabartë me sipërfaqen e një dhome në të cilën mund të ndodhin shumë nga aktivitetet jetësore. Ai vijoi duke thënë se trotuarët janë ato pjesë të hapësirës publike në qytet të cilët post që e krijojnë sipërfaqen e përshtatshme për ecjen e publik, i ofrojnë siguri këmbësorëve në trafik. Pra, trotuarët nuk janë vetëm çështjet e transportit, por edhe çështjet e të drejtave të njerëzit, theksoi ai. Fisnik Minci tha në fund se përmes kësaj performance i bëjmë thirrje institucioneve përgjegjëse që në mënyrë konstante të angazhohen për zhbllokimin e trotuareve në të gjitha pjesët e qytetit. Drejtoria e inspektorateve mbështetur dhe nga Policia e Kosovës po vazhdon aksionin e saj për lirimin e trotuareve nga kafiterit dhe bizneset e tjera, të cilët kanë nxjerrë pa leje karriget e tyre dhe i shfrytëzojnë ato pa të drejtë. Në vazhdim të ndjekim pamje pa koment. Gjykata themelore në Prizren ka caktuar një muaj paraburgim Fajdexhiut nga Ferizaj A. Veseli. I pandehurit do të mbahet në paraburgim në kohë zgjatje prej një muaji, i cili do llogaritet prej kohës së ndalimit me datën 22 shtatit 2015 dhe do të zgjas deri me datën 22 tetit 2015, njofton zëdhënësia e gjykatës në Prizren Aferdita Kicaj. I pandehurit dyshohet për shkelje të kodit penal se prej vitit 2013 në vazhdimsi deri me 22 shtatit 2015 në Prizren kontrakton në mënyrë jo proporcionale një shumë të dukshme të paras duke shfrytëzuar nevojen dhe gjendjen e rëndë financiare të personit tjetër, si dhe pa përvojën e personit tjetër. Në atë mënyrë që jep të dëmtuarit A. Budurit dhe L. Shalajt të holla euro në shumë të ndryshme me kamata mujore prej 10%. Gjatë muajit të maj të vitit 2015, me datë dhe kohë të pacaktuar në Prizren, seriozisht i kanosët me armë pistolet për shkak të mos përmbushjes së obligimit të fajdes, të cilin nuk ja kishte paguar të dëmtuarit A. Buduri, L. Shala dhe L. Shala, me datën 8 shtatit 2015. I pandehuri me qëllim të kundërligjshëm të pasurive për vete, përdor forcën dhe kanosin serioze dhe me këtë i detyron të dëmtuarit A. Buduri dhe L. Shala të shkojnë bashkë me të në zyrën e avokatit N.E, ku i detyron që të lidhin marrëveshje me shkrim, të cilin marrëveshje u përpilon avokati në këtë përmbajtje. Nëse nuk mund të paguhet borxhi prej 50.000 eurove deri me datë 30/9/2015, toka parcela katastrale numër 09629 Viz 1 në sipërfaqe prej 6250 m2 do t'i kalonte në emër të A. Veselit,
Marrëveshje të ngjashme lidh edhe me të dëmtuarin L. Shala. 220 artistë stripit dhe karikaturës do të kenë mundësi nesër të ekspozojnë punimet e tyre në edicionin e 11 më radh që mbahet në qytetin e Prizrenit. 220 punime të stripit dhe karikaturës do të ekspozohen në edicionin e 11 të festivalit me të njëjtin emër, që do të hapet nesër në orën 20 në hapësirat e hamamit të Gazi Mehmet Pashës. Organizatori Gani Sunduri bën të ditur se ky eveniment kulturor këtë vit vjen me shumë risi. Nesër në orat 8 në hamam do të jetë hapja e festivalit të 11 të stripit dhe karikaturës me temën karikatura ose portrete për diasporan. Risia në këtë festival është që këtë vit do të kemi më shumë të artistë karikaturistë që mirën me portrete dhe do të kemi edhe disa aktivitete edhe në hamam, edhe në qendrën Shadrvan dhe në Kejt Bus Lumbardhit, ku ata artistë do të punojnë portrete, karikatur për gjithë ata ardashësit ose kalimtar rastit që dëshirojnë të kenë një portret të tyre. 7 karikaturistë do t'jenë dhe 5 do t'jenë strip artista. Gjithse jemi 12 artistë, 1 prej Turqie kemi, 3 prej Bullgarie, 2 prej Shqipërie, 1 prej Italie dhe ato artistë tjerë janë nga Kosova. Do të ekspozohen mëse 220 punime prej atyre artistëve që janë pjesëmarrës dhe prej disa artistëve që kanë dërguar si pjesë të jenë pjesëmarrës në këtë festival. Na vjen shumë keq që nuk mujmë gjitha punimet që kanë mbrinë në adresën tonë, edhe postën elektronike, edhe përmes postës janë mbi 2000 punime që kanë mbrinë në shoqat. Po nuk kemi vend hapësirë të botojmë, të ekspozojmë punimet të tyre, po shumica e punimeve të artistëve huaj botëror që kanë dërguar, punimet do të jenë në katalog dhe do të jenë publikuar në faqen e internetit tonë të shoqatës. Karikatura dhe stripi në Kosovë nuk janë shumë të njohur, por për këtë Sunduri fajson dhe gjeneratat e vjetra, të cilat nuk po lejojnë avancimin e të rinjeve. Stripi dhe karikatura nuk është ndonjë në nivel shumë të lartë nëse e krahasojmë me vendet fshinj. Po mund të jetë edhe diçka që karikatura nuk shkon në hap të parë. Janë disa artistë karikaturës që janë të moshuar dhe nuk dëshirojnë të lëshojnë pozitën të rinjve. Për unë këtë festival kam edhe 3 artistë shumë të rinj, që janë mosheve 18-20 vjeçar, që miren me këtë art. Dëshiroj që ata të plasojnë punimet e tyre dhe të jenë të njohur. Janë po ashtu edhe ambasadori i karikaturës për Kosovën. Dëshiroj që Kosovën ta njohin me rinin, jo me artistë që janë më 70 vjeçar dhe ende nuk dëshirojnë të lëshojnë pozitën e tyre. Duhet të lëshojnë të rinisë, se rinia është ardhma jonë dhe ata ka një perspektivë posaçërisht edhe për artin, edhe për gjendjen momentale si është edhe në Kosovë edhe jashtë Kosovë. Por hamami Gazi Mehmet Pashës nuk është as i përshtatshëm e as i mjaftueshëm për evenimente të këtilla, ndërsa në qytetin e Prizrenit po ndihen shumë edhe mungesa e një galerie të arteve. Më vjen keq që Prizreni është një qytet, mund të them, pittoresk, edhe është kulturor, e dim të gjithë, po Prizreni nuk ka një galeri. Jemi të detyruar që këtë vit të hapim në hamam. Ndoshta nuk është hamami shumë i përshtatshëm për ekspozit, është një lagështi e madhe, por do të mundohemi që të mbajmë punimet edhe në një nivel më të lartë, më të mirë, barem për derisa çdo ditë që janë të festivalit, këto 5 ditë që do të kemi. Festivali 11 i stripit dhe karikaturës pritet të mbledh shumë artistë të kësaj kategorie të karikaturës, të cilët do të sodisin, por edhe do të argëtohen me punën dhe aktivitetet që janë planifikuar për këtë eveniment. Edicionin në lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Marrëveshja mes Departamentit të Mjekësisë Ligjore dhe Kompanisë Loti, e cila do të realizojë gërmimet në teren për personat e zhdukur, tashmë është nënshkruar. Kjo marrëveshje është e vlefshme për 3 vjet dhe është nënshkruar dje.
Tashmë janë bërë planifikimet dhe qysh javën e ardhshme pritet të fillojë puna në terren. Drejtori i mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu thotë se gjithçka është bërë brenda fateve ligjore, veç se problemi ka qenë se vetëm një apo dy kompani që kanë konkurruar kanë poseduar eskavator e shumë kompani kanë aplikuar pa i plotësuar kriteret. Gërxhaliu thotë procesi i gërmimeve nuk është duke u zvarritur, por po punohet. Madje sipas tij është shfrytzuar dhe kjo kohë që të shtjellohen informata rreth lokacioneve në terren. Arsim Gërxhaliu shpjegon se planifikimin e gërmimeve do ta bëjnë javor, pasi që në ndonjë lokacion mund të mbesin edhe me muaj të tërë, siç ishte ai i Rashkës, por ai sqaron se krejt këto përgatitje për terren po marrin kohë. Megjithatë pohon se departamenti që ai udhëheq është i përgatitur në çdo minutë të dalë në terren. Jemi të përgatitur çdo minutë me dalë në terren. Kemi marrë dhe 5 vetura në terren të vështira, donacion nga Uleksi. Jemi kompletuar me mjete, jemi të gatshëm për çdo minutë, por ju thash që edhe qasja në terren është paksa, sa duhet të njoftohen edhe disa organizata, duhet të njoftohet dhe kryqëkush dhe disa organizata të tjera. Policia e Kosovës situesit krej kjo të qitet në letër dhe ne i përgjigjemi vetëm prokurorit të shtetit, thot ai, por problem sipas drejtorit të departamentit të mjekësisë ligjore është përgatitja teknike profesionale në nivel shteti. Këtu ai përmend faktin se për 16 vjet shteti i Kosovës nuk ka arrit të përgatisë një laborator adekuat për mbetje kockore. Gërxhaliu njofton se tashmë kanë bërë edhe detektimin e disa lokacioneve, madje edhe të një rasti specifik, por për këtë presim që ministri i drejtësisë ta procedojë në qeveri, pasi që kjo çka është jashtë planifikimit kërkon kosto financiare, ndërsa për gërmimet në veriun e Mitrovicës, Gërxhaliu thotë se është pak më problematike, sepse aty vijnë rregullat e Uleksit sa i përket çështjes së sigurisë. Megjithatë ai shpreson se të gjitha vendet e dyshuara do të kontrollohen. Gërmimet do të nisin javën e ardhshme dhe do të realizohen brenda territorit të Kosovës. Edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se qeveria ka kërkuar që deputetët të mos shkojnë në pushim pa miratuar gjykatën speciale. Megjithatë, kryeministri Isa Mustafa nuk tregoi se kur do të mbahet seanca për ndryshimet kushtetuese që hapin rrugë themelimit të speciales. Mustafa në një konferencë për media ka thënë se qeveria është angazhuar që të realizojë programin gjatë kësaj periudhe. Ju kemi dhënë prioritet politika fiskale dhe faljes së borxheve. Ulja të TVSH-s do të ndikojë në uljen e çmimit të produkteve. Kemi bërë rishikimin e buxhetit, 1 miliard e 536 milion euro, krahasuar me vitin e kaluar kemi më shumë të hyra prej 14%, ka thënë ai, ndërsa rreth marrjes së disa milionave nga fondi ai tha se paratë e veteranëve janë të sigurta, duke shtuar se është shkurtuar buxheti, por sipas tij qeveria do të kryejë obligimin ndaj veteranëve. Ai tha se nuk ka suspendim të marrëveshjes për pulisat, por ka moszbatim nga Serbia. Mustafa shtoi se dialogu do të vazhdojë, por do të insistojë që të zbatohen marrëveshjet. Liderët e koalicionit qeveritar Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa mund t'i bëjnë vota që javën e ardhshme të votohen ndryshimet kushtetuese që do t'i hapin rrugë krijimit të gjykatës speciale, por kjo nuk do të heqë të gjitha kokçarjet për krijimin e këtij mekanizmi. Koalicioni do t'i duhet së paku edhe një herë të mbledhë shumicë të kualifikuar të votave në mënyrë që baza juridike për gjykatën të jetë e kryer. Pasi të jenë votuar amendamentet kushtetuese, institucionet e Kosovës duhet të nisin bisedime për shtetin pranues të gjykatës, që mendohet se do të jetë Holanda dhe të arrijë marrëveshje ndërkombëtare dhe me këtë shtet, por dhe me shtete tjera nëse paraqitet nevoja. Marrëveshja duhet të ratifikohet edhe në parlamentin e Kosovës, por dhe në atë të shtetit tjetër. Në këtë rast Holandës tek atëherë baza juridike do të jetë e gatshme dhe gjykata mund të krijohet. Burimet të RTV Dugagjinit kanë bërë të ditur se i gjithë procesi do të jetë i mundshëm, nga se edhe në politikën holandeze ka hezitim nëse duhet të pranohet gjykata një shteti tjetër në territorin e tyre pa pasur karakter të një gjykate ndërkombëtare. Eksperti i së drejtës ndërkombëtare profesor Afrim Hoti ka sqaruar përse kur dy shtete duan të lidhen marrëveshje, janë disa procedura që duhet ndjekur. Hoti thotë se fillimisht dy shtete sovrane, këtë rast Kosova dhe Holanda, duhet të emërojnë nga një negociator që do të merren vesh për detajet. Ish ambasadori holandez në Kosovë, Robert Bosch, disa herë ka deklaruar se shteti holandez me qef do të pranonte që qeselia qendrore e gjykatës speciale të ishte në qytetin e Hagës, por para se kjo të ndodh, ai ka rrëfyer për këtë se pari duhet që deputetët e parlamentit holandez të ratifikojnë marrëveshjen në kuvend të arritur mes Kosovës dhe Holandës. Hera fundit, kur deputetët e kuvendit të Kosovës kanë ratifikuar në kuvend marrëveshjen ndërkombëtare, ka qenë ajo FATSA.
Ligji për pajtueshmërinë mbi tatimin e llogarive të jashtme të SBA-s, nënshkruar nëpërmjet qeverisë së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Policia e Kosovës ka organizuar ceremoni përkujtimore për përvjetorin e 4 të rënjes së heroit të Kosovës Enver Zymberi. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyjseni dhe drejtori i Policisë së Kosovës Shpend Manxhuni kanë bërë homazhe dhe vunë kurora me lule tek lapidari i heroit në kompleksin e drejtorisë së përgjithshme të policisë në Prishtinë. Pas përfundimit të vendosjes së kurora me lule tek lapidari, ministri Hyjseni dhe drejtori Manxhuni kanë vazhduar drejt vendlindjes së heroit Zymberi në fshatin Dubovë së Vushtrisë, ku fillimisht do bëhen homazhe tek varri i tij dhe pastaj do vizitohet dhe familja e heroit. Ndryshe, heroi Zymberi, polici njësi speciale kishte rënë më 25 korrik 2011 në veri të Mitrovicës në aksionin për shtrirjen e sovranitetit edhe në atë pjesë. Vepra e tij është vlerësuar lart duke u cilësuar si moment kyç në kthimin e integritetit territorial në të gjithë territorin e Kosovës. KEK stabilizon furnizimin me energji elektrike në tërë territorin e Kosovës. Ai është duke prodhuar nga 2 njësitë A dhe B, që mjaftojnë për mbulimin e kërkesave konsumit vendor. Si rezultati një angazhimi të jashtëzakonshëm të punëtorëve duke të kaluar të gjitha normat e parapara teknike, thuhet në një njoftim për media të KEK-u të gjithë punët rreth aftësimit të njësisë gjeneruese A4 kanë përfunduar me sukses brenda 24 orëve nga ndarja e saj. Si rrjedhoi njësia A4 në orët e hershme të mëngjesit, sot është lëshuar në punë të rregullt. Në këtë moment KEK është duke prodhuar deri në 650 megawatt-orë nga 2 njësitë e Kosovës B dhe 1 njësitë e Kosovës A, që mjaftojnë për mbulimin e kërkesave konsumit vendor. Me tej në bazë të dinamikës së shtuar të punimeve, pritet që deri të hënën edhe njësi e Kosovës A të jetë në prodhim. Përkundër faktit të stabilimentet të trashëguara janë shumë komplekse dhe vështirë të parashikueshme për sa i përket proceseve të operimit falë përkushtimit të punëtorëve dhe ndryshimit të konceptit menaxherial. KEK dëshmoi edhe një herë seriozitetin dhe përgjegjësinë në eliminimin e problemeve me afat rekord, si rrjedhim përkundër sfidave të ndërlidhura në jetëgjatësinë e njësive me të cilat është duke operuar falë përkushtimit të punëtorëve dhe menaxhimit efikas. KEK arrin që në afat rekord të aftësojë njësitë të prodhojnë konfor planit dhe bilancit elektroenergjetik. Për më tepër dhe këtë vit KEK është duke vazhduar me trendin pozitiv të prodhimit, ku gjatë periudhës së gjysmës së 2015 mbi nivelin e planifikimit të prodhimit dhe ka atë i kaluar nivelin e kërkesave të konsumatorëve të vendit për energji elektrike. Duhet të jemi të vetëdijshëm të njësitë gjeneruese të termocentralit Kosova B kanë moshën mbi 35 vjeçare, përderisa ato të Kosovës A mbi 40 vjeçare. CDU është përpara një ndryshimi planësh sa i përket politikës së emigracionit. Sipas revistës Spiegel, në shtator do të vendoset për të miratuar një ligj të ri për emigracionin në Gjermani, sepse deri më tani ka pasur shumë rregullore për emigrantet e jo edhe një ligj të duhur. Me heret ishte sekretari i përgjithshëm i CDU-s Peter Tauber, që kishte sinjalizuar diçka të tillë, por kishte hasur në kundërshtimin e ashpër të ministrit të Brendshëm Thomas de Maizière. Sipas Spiegelit, tani kancelaria Angela Merkel edhe pro miratimit të këtij ligji do të dalë në krah të Tauberit. Aktualisht në Gjermani është një fluks emigrantësh si kur më parë. Debati politik për këtë çështje është eklipsuar nga sulmet mbi qendrat e azil kërkuesve, raporton Spiegel. Ndërkohë, kryebashkiaku i Hamburgut Olaf Scholz pret që një ligj të përfshihet propozimi i tij për shqiptarët dhe ata që vinë nga shtetet e ish Jugosllavisë, nëse ata mund të provojnë se mund të bëjnë një punë në Gjermani, të mundsohet hyrja e ligjshme. Kjo marrëveshje rekrutimi ka funksionuar më parë me Jugoslavinë, thot ai për Spiegel. Kjo do të ndihmonte se pari ata që vërtet kërkojnë punë e që të mos zgjedhin rrugën e gabuar përmes azilit. Për shumicën e tyre emigrimi lidhet me një vend pune. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, kështu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshim në edicionet e radhës. Natë e mirë.